ditën e sotme kemi një të ftuar mjaft special, Seno Fishta, i cili ishte pjesë e Big Brother VIP Albania, por tashmë nuk është pjesë e Big Brother VIP Albania, nuk e dim për çfarë arsye nuk mundi që të ishte në nivelin e dur të lojës, e megjithatë, për të komentuar Bigun pas daljes së tij, është në një lidhje direkte bashkë me mua edhe Klevis Mile, gazetar. Seno, faleminderit shumë për kohën që gjetët për intervistën. Faleminderit juve, edhe është shumë kënaqësi për ju edhe për Klevisin në gjitha këto. Seno, po e nisum me një pyetje kështu, si po duket Bigu pas daljes tënde, se kur ishe ti ishte pak nivel më i lartë, po Se videsh, çdo person që him, çdo konkurrent çon dinamika të reja, por ajo që di të them është ka bukurinë e vet çdo pjesë, por mu më ka me një peng që s'mujta me shiu më shumë. M'duket për ata banorë që unë kam njoft, edhe për sa kam qenë aty, kanë qenë të njëjtat mendime që kam thënë sigur kam qenë mbrëm, edhe kur kam dalë jashtë. Bigu ka hi një lojë ma të ashpër, kur ishim ne ishte i fije ma funny, ma të buti ishim me një tjetrin. Nështë edhe janë efektet të që vazhdojnë kjo pjesa afrohet finale, me të manë që është gjysa e emisionit, por ndryshojnë situatat, dojnë me kenë protagonist në prime edhe gjenë mënyrat vetëm debate për me ka prime. Cili nga banorët po themi mendon që është më i vërteti aty dhe nuk e ka futur në një moment lojën në mes, pra kush është më i vërteti? Po, më i vërteti është Mali, si që kam theksu, edhe herë tjera, Stenaldo, por edhe Rugjerti është zgjedh atë pjesën e antagonistit, po është ma i vërteti. Kjo treshe. A vazhdon Gjithë se cilin profitin e vetë, më falë. pas çiftit Mali Stenaldo, a vazhdon të jetë çifti më i konsoliduar Seno me Vrenozi? Na çifti jon ka vazhdu edhe që është forcu ma shumë, bile më vjen keq si shumë situata nuk i kena filmu gjatë rrugëve që basha për Korç me Ilir Vrenozin, sepse është një njeri që të hek tan stresin, edhe unë e ngacmoj janë nxjerrë ato batutat me grep, edhe gjithmonë ka gjana të bukura me thonë. Mendoj që me Ilirin pa tjetër, jo vetëm unë, po tanë u do të t'i merrshim maksimumin i Ilir Vrenozit për atë çast Ilir Vrenozit. Gjithë secili do të më marrë maksimumin për atë çast, mos me bë me dal për vetit. Edhe unë mendoj që me Ilirin ishte edhe me shumë banorë tjerë që kaluam aty, po me Ilirin ishte diçka speciale sepse më qeshte shpirti me te. Ndoshta vetëm me qesh. Edhe mendoj që ja kena arrit qëllimin që paktën sa do pak edhe publiku të kenë qesh me ne. Levis, si të zhdukur Seno gjatë performansës së tij në Big Brother, a ishte, se ne kemi folur bashkë edhe para se të futej Seno në fakt, edhe ke pasur shumë pritshmëri nga Seno, por çfarë ndodhi kur u fut në Big Brother, pra kishte një lloj ngurtësie, nuk dolin vetvete, si e ke parë rrugtimin e tij? Fakt më vjen keq që Seno ka dalë prej asaj shtëpie, sepse kam qenë plot i bindur që Seno si personazh ka pas plot për të dhënë shtëpisë aty brenda. Thjesht Senos nuk i është dhënë koha e dur për të shfaqur Senon e vërtet aty brenda dhe çfarë ai ka përgatitur në atë shtëpi, sipas mendimit tim. Do të doja shumë që Seno ta vazhdonte garën e tij dhe sot të ishte brenda dhe ne dy ta komentonim sërish këtu, por fatkeqësisht rrugtimi i tij zgjati shumë pak dhe më vjen shumë keq vërtet Seno, sepse jam pothuajse plot i bindur që ti do ishe një nga kryefjalët e asaj shtëpie në këtë moment. Ke ndonjë pyetje për t'i bërë, pra ndonjë? Po, patjetër, kam shumë pyetje për t'i bërë, por do e nis me një si fillim. Seno, në qoftë se këto momente ti do ishe në shtëpi, sipas grupeve që janë ndarë tani, ku e përshtat veten tënde, të cili grup? Unë faktikisht nuk bëm grup me askërkëm.
Unë Elir Vernozi thotë jam institucion vedi dhe unë jam institucion vedi. Unë edhe kur mirë me Stinën diskutueshin aty te lokali i jem që u bë edhe termi që thoshin tjetër një cep, unë një cep dhe këto tjerë mes 2-3 herë thash, vëlla, unë o bëj trekançin e Bermuds, më thonë, ti cep, unë bëj trekançin, Mesi Korranat, unë zbam dhe me dhe mu së më futnin mes, unë s'kam pas frikë me hi, e kam ditë që kanë me kenë figura më të mëdha, se unë s'kam pas dalje mediatike të shumta, por s'kam frikë as me dalë, kështu që me pjesë e grupeve, mund ta çojmë grupi bardh, cilësoni ju këtë dëni nga këto që janë tesh grupi zi, unë gjithmonë të kisha dashur me ndaj grupi grek. Atë çam mendoj unë. Ka herë me ato ngacmimet e mia, por kur si isha pa pjesë e asaj grupit. Kështu e gjykoj unë. Seno, çfarë do kishe Vetë vetë. çfarë do kishe bërë ndryshe po t'ishe rifutur edhe një herë në Big Brother? Përveç që mas me hub pikën teme më të fortë qetësinë, thjesht kisha ngacmu me jetë ironi edhe me batuta ma shumë, ndoshta ma shumë personazhe kisha ngacmu, pavarësisht se në Big Brother janë dy kanale janë, po janë shumë kamera, edhe mund të ketë edhe sekuenca që ndoshta nuk kapen për momentin ose nuk kanë kohë të mjaftueshme për me dalë, edhe ato ngacmime që mund t'i kena bë, por kisha keni fje ose ma diplomat, ma artikulum në prime, sepse ajo është pjesa e suksesit, si e quajnë disa, duhet me fol bukur, me fol me... Por se di, kisha foli fje ma shumë nështë në prime, ma shumë, por kështu kisha dash me kënë, gjithmonë te batuta, te humori. Çfarë ka ndryshuar te Seno pas Big Brotherit? Po, mendoj që gjanë më kryesore atë që dosha me fitu, është fitova zemrat e shumë njerëzve, zemrat e publikut, por mendoj që ka kanë edhe kohë reflektimit për mua edhe për familjen time. Seno, a vazhdon ta presësh Fitova edhe lesh të flokët? mbik, dhe më pranë. Seno, vazhdon ta presësh Juelin jashtë? Po, që ka me prit unë Juelin, jam vetëm qoftë se s'ka me taksime që me dalë, mund dalë me prit në mënyrë shoqërore, por mendoj që situatat që ishin të mijat, mund të lindte diçka, mund të kishte diçka, si që kam deklaru më përpara, për te asaj surprizë jena tjetër, por nuk kam çfarë pres. Çfarë mund ndodh nëse Juela del jashtë dhe thotë unë kam një pëlqim ndaj teje, pra si do reagoje? Dhe të thotë që unë kam menduar, që ti po mpret jashtë, ndërkohë që ti ke vazhduar jetën tënde. Po, faleminderit që thosha për vlerësimin. Ishte diçka që nolli momentale, por unë kam diçka që kam lënë mbrapa, po janë pa ndryshuar gjanat edhe pa dyshim që për sa nejta unë aty, për 2 javë, nuk mund t'i helli 20 vite atë shkollaj. Unë kam edhe një moshë, nështë do duhet edhe 2 vite, 3 më njoft me Juelën për me pas nështë diçka ma serioze, për me kriju diçka, kështu që nuk jam 17 vjeç, 18 vjeçën. Levis, ke ndonjë pyetje? Po patjetër, se në më vjen mirë që ky Big Brother të ka bërë të reflektosh edhe të ribashkoj sërish me familjen tënde dhe me bashkëshortën tënde, sepse është zgjedhja me ideale që ti mund të kesh bërë. Unë tani duhet bëj një pyetje rreth Juelës në aspektin e lojës. Me Juelën që ti ke njohur sa ishe ty brenda, dhe me Juelën që po shef në rrugtimin e saj deri tani, edhe pas Pandorës që ajo hapi në prajmin e kaluar, si e parashikon sjelljen e saj dhe si e shikon ti si lojtare Juela momentalisht aty brenda? Por nga sy larushe, me atë gjelle u bë sy peshkaqen, ato janë dinamikat lojës, thash loja është e gërsu, nuk është më në elasticitetin e vet, në atë pozitivitetin e vet, të shka fillu është bë ma e egër, po a shef edhe para pak minutash qasnulli, dhe më thonë, ka vetëm debate, vetëm gjana, më thonjë za arrogante, du të them, ma shumë se sa mesazhe edhe sepse duhet mi miksu me ndërëne.
Mund të ketë momente e revoltimit, po duhet me miksu edhe me diçka pozitive. Dhe se di, ajo zgjedhje e saj, por mendoj që ka kriju një aleancë me Rogertin, e ka kuptu që është lojtar i fortë apo mundohet me një lojën e tij, po vazhdojnë me Rogertin. A mendon se ndjek lojën e tij apo Rogerti përdor Juelën në këtë mes, për shkak që e fut në intriga që të krijojë të gjitha këto debate në shtëpi? Sepse unë e kam parë Juelën dhe Juela nuk ka qenë kaq aftësi për të krijuar diçka të saj. Në syrin O, ajo të pas Rogertin në krah merr zemër mendoj unë, se vetë është kur je izoluar aty vet jeta, vet stili, kur e shef edhe si forcën e dikujt, ka edhe persona që dojnë i fije krah për me marrë zemër, mendoj që nga Rogerti ajo merr zemër edhe po është aktive më shumë se sa më përpara. Ti cila Juel pëlqen, ajo që e le para se të dilë apo kjo që është bërë tani? Po unë jam tip që më pëlqejnë njerëz pozitiv, e më pëlqejnë njerëz me humor, po dhe më thonë, unë e pëlqesha dhe simpatizosha si njeri për atë pozitivitetin që kishte, se për kështu që kajnë i farë revoltimit, ose i farë thoj se s'mund ta quj, po arrogancë të teprume, dhe më thonë, se di, duket sikur del nga vetja, dhe kur pa mu sforcu dikush me dal prej vetit, gjithmonë hup. Se di, mendoj që ma mirë mendoj ashtu si ishte. Se nuk o shikon fitues të Big Brother VIP Albania deri tani? Ke shikoj edhe ke du janë, se di, mendoj që mes, se di, 3-4 lojtarë i shaf. Na jep dy emra, na jep dy. Dy emra. Po Selin, Stenaldo, Rogert, futi tretesh, s'kam qa bëj. Kam një pyetje të fundit, paktën unë, a besoni në çifte që mund krijohen, se çifte s'janë ata, se akoma s'janë krijuar në Big Brother, pra besoni te raporti që mund ketë mes Brikenës dhe Mateos dhe Selin dhe Gimbos, apo është gjë për lojë? Se di, më varet sepse për shembull mendoj që Mateo sikur ka simpati për Brikenën. Është dashuri e njëanshme. Do të thonë nuk po shef një dashuri përbashkët ose do reciproke nga të dyja anë. Megjithatë, Brikena ja puthi duart vjerrës në thonjza. Po vjerë, po puthin burrin e herë. Puthin burrin. Duhet me radhë, po. Të drejtë ka. Po se no, a të riktheshën e Big Brother që është të i për mundësia? Rikthimet faktikisht se je mësuar ti me rikthime, je mësuar. Po, me rikthime, se di, në fillim e kisha në mënyrë kategorike jo, masaj kishte i periudhë kur merrsha mesazhe thosha se jo. Por mendoj që mund ta provoj ndoshta në një vit tjetër ose si dihet, po mendoj që nuk kam jo se s'kam qa mellon, por nuk ka shkuar mjaftueshme mellon atë qa duhen ose hi një moment lojet që nuk i shërbej hiç vetit. Domethënë thjesht mund t'i bëj dëm dikujt, domethënë nuk mendoj që kam e ken sa do pak faktor mirë as për veti, as për ndoshta spektakli do të jap diçka, po atjetër do të zjarri diçka nga vetja, mendoj nga veti, do të jap, por se di. Kam pas momente që kam thonë mënyrë kategorike ja, mos e kam pas momente që prej mesazheve jam lëkun, po është ai sezon tjetër si dihet. Të bëj një pyetje të fundit unë Po, në mbyll? po. Si është marrëdhënia jote me Kristin në moment aktualisht të këtij seno? Se kemi parë që ato batuta gjatë studios, ato postime. Shiko, Kristi aty është një lojë, ndoshta dikush që është shumë i mirë, jo, shumë shok i mirë mund të bëhet shumë i keq në lojë. Mendoj që Kristi t'i hynë në hak, o do dhe me Allah një mundësi, mi bëhet 30 mundësi fix. Se di, me Kristi kam një marrëdhënie normale, e takova te Grimi Prime-in që isha, i thash dorën, u përqafume, i thash me ty i thash ndoshta
nuk kërkoj falje, thash, po familjen tonë, nëse e kam mërzitur, thash ti kërkoj falje, nuk e kam probleme, thash. Domethënë, e një, nëse s'du me s'kena ardhur aty me mërzit familjet tona, kena ardhur me gëzu, ose sa do pak me bë mundi mirë. Kurse ne thashë kena marrë përsipër atë gjë. Edhe shkëmby me ndaj batut, por gjithmonë me Kristin, patjetër që loja vazhdon edhe jashtë me ngacmime. Se thash, si e kena nis, ashtu do përfundojnë, ashtu do vazhdojmë, por as i gjë personale. Aty ndoshta u dukshin gjanat ma personale, sepse shifshim që Kristi se di kishte një tip që e peshkote prajmin, apo peshkote prajmin atë se di, domethënë ndoshta mund të fletë ton ditë një dinamik bote ishte në prajm. Ka qenë i përgatitur, besoj, ka qenë. Po, ishte i artikulum, kështu flite me gjuhë letrare njëna tjetra, por se ditësh ta shohim. Marrëdhënia është e mirë, i thash që do vi në koncert kur të kënash, edhe patjetër që do i shkoj në koncert Kristit. Kur më vjen këngën e Bajames e kënaj e kthej me shpirt, pavarësisht se s'pëlqen hiç, e kthej për hatër Kristit, përçi unë s'moj natë me kënd. Atë tunde më selin tunde, kërcej me shpirt apo? Jo, atë se di, sepse Bajami ai ka me, sepse Kristi në fakt me 3 vargje bani recital. A kupton? Bajame tunde më selin ndrydhe më Bajame me 3 vargje recital, se kuptoj. Se në faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi që bëm këtë bashkëbisedim bashkë. Levis, faleminderit shumë. Faleminderit nga ju, edhe më falni nashta për një shkputje që nolli, edhe sa herë dëshironi, jam i gatshëm sepse jeni me tamam shok të mirë edhe jam përgatitur. Faleminderit shumë. Faleminderit Seno. Faleminderit, Sukses në shkëlqen. respekte.